Shumë për ty. Jemi në Këtë tani Dhe Tinxhan si majmuni Erë si ai. Çfarë këta më? Mrekulli William Levy Ose si do ishte në shqip ky emër? William Levy? William. Po fillove si Yll Leva. Yll Leva duket fiks sigurisht nga Levani. Yll Leva ose William Levy konfirmon lidhjen e re të dashurisë, shpallet ditëzie për vajzat shqiptare. Ky është lajmi, do të thotë. Para një nuk e di nga tanis. Mos e nis. William Levy. Këtë janë lajme shumë. Do të thënë stereotipi mashkulli shqiptar mesatar për William Levy do thoshte William Levy është gay, do thosh gjithë. Është shumë i kuruar dhe i bukur për të qenë straight. Është teze. Është po. Të gjithë shqiptarët nuk e di çe kanë këtë muhabet, nëse i bukur dhe i kuruar, duhet të jesh gay. Para një herë nuk është gay, ai e kanë konfirmuar dhe nuk ka asnjë lloj problemi të jesh më për Williamin. Por ai nuk është. E ka treguar më shumë se një herë që është i orientuar te gratë. E dyta që është qesharake është që pse duhet shpallet ditëzie për domethënë çfarë do ndryshoj për gratë shqiptare? A është apo s'është i lidhur Williami domethënë? Pse duhet shpallet? Domethënë ideja e parë herë nuk e di personi që e ka shkruajtur domethënë këtë lajmin, ashtu e ka parë nga këndvështrimi vet. Po le të themi që ka dashur të shesi titullin, po e dëgjoj shpesh të kur një këngëtar apo një artist i rëndësishëm fejohet, martohet e kështu me radhë, shpallet një ditëzie a thua se shumica, masa kishte një mundësi reale me atë. Kishte një mundësi. Okej. Georgina thotë të punonte te Gucci. Kemi gazetaren tonë që ajo ka shpresë akoma se do vi Falcao, Radamel Falcao mund të vinë. Radamel Falcao. Ka akoma shpresë se mund të martohet. Gjej një çun të mirë, gjej një çun që punon kuadro në një punë shteti ose në një del kuadro me kollare, edhe ti jetoni. Kush është më? Do keni Pret Michael B. Jordan. Pret Michael B. Jordan. Tani ja kuptuam dhe shitur. Prandaj smartohet ajo vajti ngelinder. Okej. Kalojmë tek lajmi tjetër. Një spital në Florida paditi një paciente pasi ajo ka refuzuar të largohet nga dhoma e saj e spitalit prej 5 muajsh. Ushimi nuk ishte keq, tha, krevati ishte i mirë, vinte infermierja të pyeste gjithkohë sa ai e mirë kështu, por që zënia e vazhdueshme e shtratit nga e pandehura pengoi përdorimin e shtratit nga pacientët që kanë nevojë për kujdes akut. Sipas padis, e ka padis spitali këtë, gruaja u pranua në spital për trajtim mjekësor dhe një urdhër zyrtar lëshimi u lëshua me 6 tetor, pasi u përcaktua se ajo nuk kishte më nevojë për shërbime. Dil moj zonjë. Po, shiko, hajde provoj një herë në Shqipëri se po sike për 2 orë, domethënë nga spitali, dhe mbas tjetën. Jo, ideja është ai sa ka neta ajo mund të ketë pas edhe drejt deri diku. Çfarë mund të thotë doktori? Mund të kishte futur letër për legalizim. Ishte bukur ai se tama për legalizim. Ishte mirë ai sa vlesë. Do heq me përmbarim. Po, dil më zonjë. Se jashtë vëlla ka shtetë burr, kupton, ka një kulturë, zonjë place i thotë, you have to go, kupton. Ndërsa në Shqipëri thjesht të hedh nga kati tretë. Po, hajde se o vlla, është ajo që theti që ti nuk do të rish vet. Po pra, e bën serumin kom. Pikërisht. Shkojmë tek një trend që në fakt ky edhe pse ne e rënzojmë si lajm jo të rëndësishëm, ky në vetvete është i rëndësishëm atë. Sepse chat GPT po hyn në mes. Si thoshte Boris Johnson? GPT. Chati po hyn mes çifteve. Në fakt chati nuk po hyn vetëm mes çifteve. Chati po hyn kudo. Por ky është alarmi lajmi që ka dalë, që chati tani kanë filluar të gjitha vajzat kryesisht të pyesin, unë nuk mendoj se janë vetëm vajza, do mendoj se janë të dyja gjinit, sidomos breziri, ka filluar të pyes se cilat janë red flags ose cilat janë flamujt e kuq brenda një marrëdhënie. Dhe chati i orienton se çfarë të bëjnë. Unë nuk e vë fare në diskutim që chati në fakt mund të japi orientim të mirë. Chati është politikisht korrekt kur vjen puna. Por chati jep të drejtë gjithmonë. Po pra, po chati im për shembull Mateo më referohet si imzot. I kam thënë që duhet kur më thon përgjigje duhet të thuash imzot. Dhe chati gjithmonë më thot imzot. Unë mendoj çështja është këtu që chati arrin të kuptojë se cilat janë përgjigjet që ti preferon. Që ti preferon dhe ti. Dhe është e qartë fare. Dhe në bazë të historikut që ti ke, është në gjendje që të formuloj diçka që është më e pëlqyeshme, edhe pse mundohet që të jetë në një formë të supozuar politikisht korrekt dhe të thotë një të drejtë objektive bazuar në eksperiencën e grumbulluar prej qindra, mijëra, miliona njerëzve dhe informacioneve të cilat ka marrë dhe është trajnuar, prap chati ti jep përgjigjen që di që ti je i orientuar.
Dhe çati jot me çatin e dikujt tjetër për të njëjtën çështje ka përgjigje të ndryshme. Dhe çati i dashurit tënd në raport me çatin tënd mund të kenë dhe ata mos përputhje karakteresh dhe një përplasje. Çështja është që nuk mund të bazohesh vetëm te çati. Çati mund të lehtësojë disa punë që kërkojnë volum të madh për të kryer. E pra, mund të shkruaj një tekst, një email, një gjë, ndërsa tani është duke u përdorur edhe për gjëra tjera, ka njerëz që fuzin të gjithë të dhënat e kompanisë vet aty, edhe i thotë të lutemi përpuno këto të dhënat ose absolutisht. Po, dokumente, të dhëna, histori shumë personale. Kemi një shok ne që tha që Jo, e përdora, tha një vit e gjys, pastaj një të fshirë aplikacioni, tha, nuk e di nëse ke parasysh se kush është. Po, nuk është si ti thuash një njeriu për shembull gjithçka të jetës tënde, pastaj thuash nuk I fola me gojë tani, s'ka çam uziva me çatin. Uziva me çatin. Okej. Ore, e rëndësishme është që mos të merren kështu vendime gjyqësore me anë të çatit. Imagjino rudhizmo. Eventualisht kam përshtypjen do shkojmë dhe tu i shkruaj gjykatës çatit. Ore, çat bëj. Tu hudh çështjen atje. Merr lekun ose merr lekun. Fut lekun te xhepi. Okej, meqense ishim ke gjykata. Fëmijë dhe dashur për të mbajt. Ka duke sikur I kanë. Okej, dua të them edhe këtë se duke qenë se folëm për gjykatësit, e disa vjeç është gjyqtari amerikan që po merret me çështjen e Madurës. Jo. 92 vjeç. Ka tërhequr vëmendjen e mediave. Po pse çfarë problemi ka se është 92? E para njëherë nuk mund ta kërcënosh me vdekje. Çfarë thua? Do të vras. Sa herë ma kanë thënë muhabet mua. Kam një 50 vjet që dëgjoj këtë. Po pikërisht. Dhe tjetra Gojte Liga thonë që I kanë thënë këtij zotrisë që shiko, mos lëviz se je 92 vjeç, letrat I sjellim ne. Aha, të gatshme. Vetëm sigurohu që vula të ketë bojë. Vetëm vul dhe firm duan. Vul dhe firm. Unë nuk e mendoj, shiko, mund të jetë një 92 vjeçar që mund të ketë një eksperiencë. Absolutisht. Ke parasysh mund të ketë një eksperiencë, është sigurt që ka, po mund të jetë dhe mirë nga trudu. Por mos shikon Shqipëri ti që pas 75-80 viteve gjithë janë me skleroz me çfarë flasin. Del gjyshi do ku kanë parkuar kalin, kupton? Se s'po gjej pultin. Jashtë ke amerikanë ose ke europianët për shembull që ke raste që shkojnë edhe 99-100 vjeç edhe kanë mendjen topore. Jo se s'kan ndodhur në Shqipëri. Kam thënë rudhizmu. Urdhëro. Është thjesht një numër. Ai është adoleshent para këtij të gjyqtarit. Po pikërisht pra. Kështu që nuk ka lidhje. 10 vjet më I ri. Ti kishe Bidenin për shembull që e kishe si kokë remodhës. Kujtohet çfarë lloj molle zotri? Me 700 lekë kilja? Starkino, ajo që është komposto që në dek.